veri ka me pas ndikim të drejt për drejt. Fatkeqësisht për qytetarët e veriut do t'jetë keq, mirë po lista sërbe ka një agjendë tjetër, jo të mbrojtjes së interesit të qytetarëve, po mbrojtjes së interesit të drejt për drejt qeverisë së Serbisë. E në këtë rast, qeveria e Serbisë thirrët në mbrojtjen e interesit të qytetarëve sërbë në veri, mirë po në realitet është duke i dëmtuar që 25 vite. Prandaj, edhe serbët që jetojnë atje? Sigurisht, jam i bindur për shkak se e njoh shumë mirë situatën atje. Kthimi i listës sërbe në veri është një lajm jo i mirë, domethënë edhe për qytetarët e serbë të veriut. Së vetë i votuan. Sakt, ata i kanë votu mirë, po se si i kanë votu shumica njerëzve që e din situatën si është atje, e din që me presione shumë të mëdha, të cilat njëjtat presione Serbia i ka bërë ndaj qytetarëve të Kosovës në vitet e 90-ta. Njëjtat presione ekzistojnë atje, mandej kjo shtrihet edhe kjo shoqat që është themelu tash ka me shiqu me shtrin ndikimin të drejt për mos përfillje të institucioneve të Republikës të Kosovës. Mirë po njëtën ku themelimi i shoqatës është një paralajmërim për institucionet e Kosovës që duhet ta marrim me seriozitet shumë të madh, sepse deklarata e Vulinit luftë për botën sërbëve. Po edhe këtu desha të dalë. Po kjo deklarat unë e kam dëgju mbram, është e njëjtë me deklaratat e Putinit të cilat i ka dhënë ruski mir, e ka quajtur, domethënë për popullatën ruse që është në Ukrainë, njëjtën politikë është duke menduar me zbatu në Kosovë, po edhe në shtetet e Ballkanit ku ka serb, dikun ja ka arrit, për shembull në Republikën Srpska ja ka arrit. Tash së fundmi ka arrit edhe në Malë të Zi me pas një ndikim kogja të madh, sepse ka ndodhur disa trazira për çka do të flasim pak më vonë. Mirë po këtu në Kosovë mendoj që institucionet e Republikës Kosovës duhet ta marrin me seriozitet shumë të madh krijimin e kësaj shoqate dhe veprimet që pritet të ndërmarr edhe përmes agjentëve, siç tha edhe zotëriu, po në njëjtën kohë edhe përmes institucioneve fetare që gjithmonë kanë qenë në përkrahje të politikave të cilat kanë tentuar, domethënë me shtrin ndikimin e rozë dhe sërbë në Kosovë. Këto aktivitete të tilla siç do të suppozohet që do mbahen në Serbi, që janë aktivitete kulturore dhe fetare, janë përdorur njësoj edhe në Kosovë, pak më kështu është raportuar e lezi që edhe në kultet tona ka pasur aktivitete të tilla fetare, e që në prapavi ka qenë ndoshta një propagandë krejt e kundërt me atë, se çfarë besojnë dhe dojnë qytetarët e vendit të Kosovës. Po, shumë e tjerës, do ta bëj një përkufizim kështu. Rusia duke konsideruar se faktori evropian dhe amerikan, po kanë mundësi sa do kudo me ndiku në institucionet qeverisë të Serbisë, atëherë menduan që mënyra për të mos ndikuar në pushtetin i cili do të jetë përmes të organizatës atje, do të jetë një pushtet paralel i cili minimalisht mund të konsiderohet se s'do të ketë ndikim për shkak të strukturës juridike që do të ketë kjo shoqat, dhe ajo që është shumë e tjerë pushteti i ri i Rusisë, i cili do të jetë në emër të një shoqate, do të ketë në, mund të themi, në qëllimin e saj kryesor, aktivitete e sigurisë, por në pamje do të ketë thjesht aktivitetet kulturore që në fakt janë paralajmëruar dhe që janë mbajtur si shtatë edhe jo në territorin e Republikës Kosovës. Ajo që është shumë e shqetësuese është fakti që kjo shoqat lidhet ngushtë me pushtetin që kanë kulturat fetare sërbe, posaçërisht kisha. Dhe kjo është shqetësimi ju e patë se si në Banjska ishte pikërisht domethënë struktura fetare apo mund të themi infrastruktura apo objektet fetare ata që u përdorën për sulme terroriste. Çka do të thotë se kjo shoqat